Studiuesi Çam Nikostilo me banim në Gjermani, autori disa veprave studimore mbi prejardhjen e shqiptarëve dhe lashtësinë e gjuhës shqipe, rivjen në Prishtinë si një referues në konferencën shkencore ndërkombëtare të zhvilluar në Kosovë me titull Iliria dhe Ilirët. Pasi rikthehet në Tiranë, shoqëruar nga miku i tij pasionant i arkeologjisë dhe historisë, Arben Selmani, profesor Niko është cilësuar ndryshe nga studiuesit e Shqipërisë si një njeri akademi dhe na zbulon disa nga sekretet e deshifrimit të mbishkrimeve antike etruske. Me këtë objekt studimor, ai është marrë një pjesë të gjatë të jetës së tij profesionale. Në këtë libër që shkruajnë tani për pendit e etruskëve, kam marrë më shumë nga 150 pasqyre të ruskëve, ata janë si ikonat e qishit të ortodoksët, edhe atje janë figurat e pendimet edhe të herojët, edhe ëmrat janë krejt në gjuha shqipe të shkrora. Problemi që kemi, pse nuk jam i pari që thonë etruskët janë shqipëta, janë shumë edhe Miami, edhe shumë të tjerë në Europa, ëmra shumë të njohura. Problemi ishte alfabeti, edhe atë alfabeti na se njohemi. Se ka edhe gërma që se ka as alfabetit gjuhës greqisht, as alfabetit latinisht. Ato gërmat i kam gjetur me alfabetit që kanë betur këtu në vëndërat që thonë që ishin Ilirët, në vëndërat e Ilirisë. Do them një gërmën 8 si gërm, e kanë etruskët shumë, edhe atë e gjejmë këtu në Shqipëri, edhe në alfabetit të Daskathodit, edhe në alfabetit që kanë gjetur edhe ikonografi që kemi nga kishat të vjetra që janë 400 pas Krishtit a 600 që janë afrë, janë këtu në Shqipëri të Veriut. Edhe ato të thetë që këtu nuk u mund as e grekt, as e romak të vënë kaq shumë dorë të prishin kulturën, edhe kemi elementet. Edhe atje e gjem shumë gjëra të mira. Studiuesi Nikostilo është bartës i dialektit të Prevezës së krajinës së Çamërisë. Për këtë pasuri të shqipes së folur të ruajtur në shekuj, ai sqaron dhe ndryshimet me dialektet e tjera të shqipes, si ai i arvanitëve të Greqisë. Gjuha që flisni atje ndryshon do pak nga fshatrat e tjerë, nga zonat e tjera, nga Morea, nga ndryshon, ishte edhe jo vetëm dialekti, Çamëria ka di dialekti, dialekti e Veriut, edhe dialekti të themi gjithon të Prevezës. Ata thonë të themi që bën, na themi kë bën. Dialektin të themi tani që ka Preveza ishte dialekti e Sulit, që thonë. Edhe Çamëria e Veriut ka një dialekt një qik nuk u ishte, po edhe ata dialekt që janë, si e thonë, atje në Sterearada që në Rumeli që thonë grekt. Rumelik. Edhe Thiva nuk u ka një dialekt me atë të Athinës. Athina nuk u ka një isap me Kullurin, me Salaminën. Vend nga vend ishte dialekti një qik si e ndryshme. Ndryshon dialekti i arvanitës me dialektin e Çamëve? Jo shumë. Ndryshon, po jo shumë. Po edhe arvanitës kanë edhe ata një dialekt vetëm, kanë shumë dialekte, edhe janë dialekti Çamërisë me dialektin të Idrës që ka shkruar edhe fjalorin Panajoti Kuptori, ishte shumë afër. Ishte më afër Idra në Çamëri, ka që ishte më Athinën që ishte atje më afër. Dialektet ishte një problem e madhe. Pasuri e madhe. Një pasuri e madhe, ishte pasuri e madhe, po ishte prepse ato të mblidhen edhe të punojnë njerëz të mbeten ato dialektet. Profesor Niko, krahas studimit, ka dhe një shpirt lirik të cilin e shpreh dhe në vargje. Ai ka botuar dhe një volum poetik të vlerësuar për nga sinqeriteti dhe pasuria gjuhësore e shqipes së jugut. Dietari Nikostilo është entuziast dhe objektiv mbi zbulimet e deri tanishme mbi Ilirët dhe Pellazgët, si banorët e parë të kontinentit evropian. Po të lexojmë fjalorin të Panajot Kupitorit, shumë fjale që thonë grekt janë greqisht, ai thotë që janë shqip, edhe nga tjetër anë shkron si thonë grekt. Edhe ajo ishte, mund të themi edhe pse grekt nuk e nxerrin në fjalorin e Panajot Kupitorit. Pse shumë fjale që kanë grekt, ai thotë edhe jo vetëm edhe me etimologjin pse ka ku vinin. Ju theni një fjalë,
tema, e thoni. Ai thot nuk ishte tema, ishte thema. Në gregjisht nuk u thot ishte tema, pse e thot ishte fjala e gregjisht. Në shqip thom, i vjen nga thema, ajo që u tha. Angelica Pali, që ajo ka bën, si e thon, ishte anëtare e parë të Akademisë të Italisë. Ajo ishte lindur në 1798. Edhe ishte një nga më të mëdha të emrat, edhe nuk ishte mirë, Shqipëria ka lënë poezinë e gjuha shqipe edhe shqiptarët e njohin. Përmes rileximit dhe interpretimit shkencor tepër skrupuloz të glosave ilire, me çelësat apo fjalët kyçe që ruan vetëm gjuhën shqipe, ai vijon të punojë në rrugën e hapur nga rilindasit kombëtar si Sami Frashëri e Pashko Vasa. Ai na sjell prurje të reja edhe nga ikonografia mesjetare e disa kishave të veriut të Shqipërisë. E folur e tij, disi arkaike e popullore, toskërishte, shpesh të bën të vesh buzën në gaz për nga freskia dhe lirshmëria të shprehurit. Pavarësisht njohjes perfekte të normës letrare të gjuhës shqipe, studiuesi Stillo ka zgjedhur si praktik komunikimi gjuhën e qumshtit të mamës.